Imagjino që po ndihesh mirë, po shkon në punë çdo ditë, po flen natën, po hasi gjithmonë. Dhe pastaj, pa asnjë paralajmërim, doktori të thotë, tensioni juaj është i lartë. Dhe ti qëndron atje, pak i hutuar, nuk ndjeva asgjë. Kjo është pikërisht arsyeja pse tensioni i lartë quhet vrasësi i heshtur. Nuk dhemb, nuk të ndalon, por ndërkohë, pa zhurmë, po bën dëm real brenda trupit tënd, në enët i gjakut, në zemër, në veshka dhe në tru. Shumë njerëz kur dëgjojnë këtë diagnozë, mendojnë se zgjidhja e vetme është ilaçi, por ka diçka që mjekët dhe nutricionistët e theksojnë vazhdimisht. Ushqimi që han çdo ditë ka fuqi reale për të ndikuar në tension, jo me magji, por me mekanizma fiziologjik të qartë dhe të konfirmuar. Tensioni normal është rreth 120/80. Kur fillon të rritet rregullisht mbi 130/140/90, hyet në territorin e hipertensionit. Zemra detyrohet të punojë shumë më fort, enët e gjakut ngurtësohen dhe rritet rreziku i sulmit kardiak dhe goditjes në tru. Sot do të shohim 5 ushqime që kur integrohen me vetdije në dietën tënde mund të ndihmojnë në uljen e tensionit brenda 2 javësh. Por ta them ndershmërisht që në fillim, nëse doktori të ka përshkruar ilaçe, mos i ndërprit pa u konsultuar. Ushqimi është aleat i fuqishëm i mjekimit, jo zvendësuesi i tij. Panxari është ndoshta ushqimi me efektin më të shpejtë dhe më të dokumentuar mbi tensionin e gjakut. Pse funksionon? Panxari është jashtëzakonisht i pasur me nitrate dietike. Kur i konsumon, trupi i shndron ato në dioksid azoti, një molekulë që relakson muret e enëve të gjakut dhe i lejon të zgjerohen. Mendoje si një zor uji të ngurtësuar që bëhet papritur fleksibël. I njëjti gjak kalon me shumë më pak presion. Efektet fillojnë të jenë të matshme brenda 24 orësh pas konsumimit. Panxari është gjithashtu i pasur me kalium, mineral që ndihmon trupin të eliminojë natriumin e tepërt nëpërmjet urinës dhe me antioksidant, betalaina, që luftojnë inflamacionin kronik, një nga kontributorët kryesor të hipertensionit. Si ta konsumosh? Rreth 200 deri në 250 ml lëng panxari të freskët në ditë është doza më efektive. Nëse shija e papërpunuar nuk të tërheq, përzierja me moll, xhenxhefil dhe limon e bën shumë të shijshme. Mund ta pjekësh edhe në furrë ose ta shtosh të prerë holl në sallata. Gabimet e zakonshme. Zjerja e tepërt shkatëron nitratet. Prefero pjekjen e lehtë. Konsumimi i rastësishëm nuk jep rezultat. Konsistenca është qelsi. Dhe mos u frikso nëse urina merr ngjyrë roz, është plotësisht normale, thjesht pigmenti natyral i panxarit. Hudhra ka historinë më të gjatë si ilaç natyral, por le të shohim çfarë thot shkenca konkrete, jo legjendat. Pse funksionon? Kur hudhrën e pret ose e grisht, formohet alicina, një substancë që relakson enët e gjakut duke stimuluar prodhimin e dioksid azoti. Por hudhra bën edhe diçka. Diçka tjetër interesante. Frenon një enzim të quajtur ACE, i cili ka rol kyç në ngushtimin e enëve të gjakut. Shumë ilaçe antihipertensive funksionojnë duke bllokuar pikërisht këtë enzim. Hudhra bën të njëjtën gjë, natyralisht dhe me efekt më të moderuar. Hudhra ka gjithashtu veti antitrombotike, ndihmon në parandalimin e mpiksjes së tepërt të gjakut, duke reduktuar rrezikun e infarktit. Si ta konsumosh? 1 deri 2 karafil hudhër të freskët në ditë. Sekreti, pas prerjes, lëre hudhrën të pushojë rreth 10 minuta para se ta gatuash. Kjo i jep kohë alcinit të formohet plotësisht. Mund ta shtosh në sallata, supa, salca domatesh ose si aromatizues natyral për pothuajse çdo pjatë. Gabimet e zakonshme. Hedhja e hudhrës direkt në tigan të nxehtë menjëherë pas prerjes, alcini nuk ka kohë të formohet. Prit 10 minuta. Gjithashtu, njerëzit nën antikoagulant si varfarin duhet të konsultohen me mjekun para se të shtojnë sasi të mëdha hudhre. Nëse ka një kategori ushqimesh mbi të cilën nutricionistët pajtohen unanimisht si shtylla e çdo diete antihipertensive, ato janë zarzavatet me gjethet e gjelbra dhe të errta, spinaqi, lakra, rukula, brokoli, selino. Pse funksionon? Spinaqi vepron nëpërmjet 3 kanaleve njëkohësisht. Së pari, kaliumi. Spinaqi përmban rreth 560 mg kalium për 100 gram.
Kaliumi është kundërpesh direkte ndaj natriumit. Sa më shumë kalium, aq më efikase punojnë veshkat në eliminimin e kripës së tepërt nga trupi, dhe kjo ul drejt për drejt tensionin. Së dyti, magnezi. Pa magnez të mjaftueshëm, muskujt e enëve të gjakut nuk mund të relaksohen siç duhet. Mungesa e magnezit lidhet drejt për drejt me tension të lartë, dhe spinaqi është një nga burimet kryesore dietike të këtij minerali. Së treti, nitrate dietike. Spinaqi i freskët i ka edhe ato, duke ndjekur të njëjtën rrugë si panxhari, shndërimi në dioksid azoti dhe relaksimi i enëve. Dieta DASH, një nga planet ushqimore më të rekomanduara nga kardiologët në mbar botën, e vendos spinaqin dhe zarzavatet me gjethe të gjelbra si bërtham qendrore, pikërisht sepse kombinimi i kaliumit, magnezit dhe nitrateve krijon efekte sinergjike të forta. Si ta konsumosh? Spinaqi i freskët në sallata me vaj ulliri dhe limon ruan maksimumin e lëndëve ushqyese. Një grusht spinaqi i shtuar çdo mëngjes në smoothie nuk ndryshon shijen, por ndryshon shumë profilin ushqyes. Nëse e gatuash, bëje shpejt, 2 deri 3 minuta saut janë të mjaftueshme. Gabimet e zakonshme. Zjerrja e gjatë shkatron kaliumin, magnezin dhe nitratet. Gatimi i shkurtër gjithmonë. Njerëzit nën antikoagulant duhet të hanë në sasi të qëndrueshme për shkak të vitaminës K. Ata me probleme veshkash të diagnostikuara duhet të konsultohen me mjekun para sasive të mëdha, sepse spinaqi përmban oksalate. Ushqimi i katërt. Çokolata e zezë. Po, e lexove sakt, por jo çdo çokoladë dhe jo pa kufi. Pse funksionon? Çokolata e zezë me kakao mbi 70% përmban flavanole, antioksidant natyral të kokrave të kakaos. Ata stimulojnë prodhimin e dioksidit të azotit nga endoteli, shtresa e brendshme e enëve të gjakut, duke i relaksuar dhe zgjeruar ato. Studime të shumta kanë konfirmuar se konsumimi i rregullt mund të ulë tensionin sistorik me rreth 4-5 milibar merkuri tek njerëzit me hipertension, i krahasueshëm me efektin e 30 minutave stërvitje fizike. Çokolata gjithashtu përmban magnez dhe acide yndyrore të dobishme. Si ta konsumosh? Rreth 20 deri në 30 gram çokoladë të zezë, 2-3 kube të vogla në ditë. Pak, por e rregullt. Sa më e lartë të jetë përqindja e kakaos, aq më shumë flavanole dhe aq më pak sheqer. Gabimet e zakonshme. Shumë produkte etiketohen si dark chocolate, por kanë vetëm 50-55% kakao dhe janë të ngarkuara me sheqer. Lexo etiketën gjithmonë dhe kërko minimum 70%. Mos konsumoje sasi të mëdha me mendimin sa më shumë aq më mirë. Çokolata mbetet kalori e lartë. Njerëzit me diabet duhet të konsultohen me mjekun. Bananet dhe ushqimet e pasura me kalium. Banania është ndoshta ushqimi më i aksesueshëm në listë dhe efektet e saj bazohen te njëri prej mekanizmave ushqyes fiziologjik më të studiuar, ekuilibrimi i kaliumit dhe natriumit. Pse funksionon? Dieta moderne është zakonisht shumë e pasur me natrium dhe shumë e varfër me kalium. Ky ekuilibër është një nga kontributorët kryesor të hipertensionit. Kaliumi vepron në 3 mënyra. Ndihmon veshkat të eliminojnë natriumin e tepërt nëpërmjet urinës, relakson drejt për drejt muskujt e lemuar të enëve të gjakut dhe qetëson sistemin nervor autonom që kontrollon ritmin e zemrës dhe tonusin vaskular. Një banane mesatare ofron rreth 400 deri 450 mg kalium, rreth 10 deri 12% e nevojës ditore. Shtoni edhe vitamin B6, magnez dhe fibra që rregullojnë sheqerin në gjak. Ushqimet e tjera të pasura me kalium që plotësojnë bananen, avokado, 485 mg për gjysmë, patate të ëmbla, fasule dhe thjerza, jogurt i thjesht pa sheqer, portokalle dhe brokoli. Si ti kombinosh? Mëngjes me banane dhe jogurt, drek me sallatë avokado dhe fasule, dark me perime të pjekura dhe peshk, snack me frut të plot. Nuk është e ndërlikuar, është thjesht ushqyerje e larmishme dhe e plot. Gabimet e zakonshme. Mendimi se disa banare kompensojnë një dietë të mbushur me ushqime të kripura dhe të përpunuara. Nuk funksionon kështu. Njerëzit me sëmundje kronike veshkash duhet kujdes të veçantë me kaliumin. Konsulto mjekun.
Lëngjet komerciale të frutave nuk janë zvendësuese, kanë pak kalium, shumë sheqer dhe as pak fibra. Çfarë tjetër ndikon mbi tensionin? Ushqimet kanë fuqi të vërtet, por tensioni i lartë është një gjendje komplekse. 5 ushqimet e mësipërme funksionojnë shumë më mirë kur shoqërohen me disa ndryshime të tjera bazë. Ul kripën. Kjo është ndërhyrja dietike me efektin më të dokumentuar. Ushqimet e konservuara, salcat komerciale, mishi i procesuar dhe ushqimet e shpejta janë burimet kryesore të natriumit të fshehur. Lexo etiketat. Lëviz. 30 minuta ecje e shpejt 5 ditë në javë, ul tensionin, forcon zemrën dhe rrit elasticitetin e enëve të gjakut. Fli mjaftueshëm. Gjatë gjumit të thellë, tensioni bie natyrshëm dhe trupi riparohet. Njerëzit që flen pak kanë tension mesatar shumë më të lartë gjatë ditës. 7 deri në 9 orë gjumë cilësor nuk është luks. Menaxho stresin. Stresi kronik prodhon hormone si adrenalina dhe kortizoli, të cilët ngushtojnë enët e gjakut. Frymëmarrja e thellë, ecja në natyrë dhe gjumi i rregut janë mjete reale, jo klishe. Shmang duhanin dhe reduktoj alkolin. Duhani dëmton arterjet drejt për drejt. Alkoli në sasi të mëdha rrit tensionin dhe ndërhyn me efektivitetin e ilaçeve. Ka situata kur ndryshimet dietike, sa do të mira të jenë, nuk mjaftojnë vetë. Nëse tensioni është i lartë kronikisht mbi 160, 170 mbi 100, nëse ke sëmundje shoqëruese si diabeti ose sëmundje veshkash, ose nëse ke simptoma si dhimbje koke intensive, vizion të turbullt, presion në gjoks, mos prit, shko te mjeku menjëherë. Ndryshimet dietike janë të fuqishme për parandalim dhe mbështetje, por nuk janë terapi emergjente. Mjeku dhe ushqimi i mirë nuk janë alternativa të njëra tjetrës, janë partnerë. 5 ushqime: panxari, hudhra, spinaqi, çokolata e zezë dhe ushqimet e pasura me kalium si banania. Asnjëra prej tyre nuk është ilaç magjik, por secila e kuptuar mirë dhe integruar me vetdije në jetën tënde të përditshme, kontribon në diçka shumë të rëndësishme. I jep trupit tënd mjetet që i nevojiten për të rregulluar vetë tensionin. Nuk duhet të ndryshosh gjithçka nesër. Fillo me një gjë të vogël, një gotë lëng panxari, 2 karafi hudhër në darkën e sotme, një grusht spinaq në smuthin e mëngjesit. Ndryshimet e vogla dhe konsistente ndërtojnë rezultate të mëdha me kalimin e kohës. Trupi yt nuk është armiku yt, ai dëshiron të jetë mirë, thjesht jep karburantin e duhur dhe shiko çfarë ndodh.